Kështu me një lidhje direkte me zë, Ministri I Kulturës në detyrë Hajrullah Qeku. Zoti Qeku, faleminderit shumë që gjete kohë me u inkuadru në gazetët. Përshëndetje. Si po atë zhvillimet e fundit në Beograd në lidhje me heqjen e simboleve shtetërore të Kosovës? Fillimisht duhet të sqarojmë atë që është tashmë shumë e qartë, se ka ndodhur largimi I flamurit, sepse kjo shihet nga pamjet, nga fotografitë. Si veprim është natyrisht totalisht I papranueshëm, është veprim I dënueshëm. Është një praktikë e vazhdueshme e Serbisë në ngjarjet sportive që organizohen në Serbi, duke pamundsuar pjesëmarrjen e Kosovës me simbole, qoftë të ekipeve sportive, qoftë të zyrtarëve të federatave. Ky veprim gjithashtu është edhe kundër vetë rregullave të UEFA-s, që ka qenë bartëse e këtij organizimi, pra është kongresi I UEFA-s, ndonse Federata Mikpritëse në këtë rast ka qenë ajo e Serbisë, sepse është mbajtur në Serbi, por ngjarja është e UEFA-s. Dhe për këtë arsye ne presim sqarime nga UEFA-ja. Federata e Futbollit të Kosovës thashë se simbolet shtetërore kanë qenë aty. Një përgjigje zyrtare për atë se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, kush e ka bërë, si është toleruar dhe mbi atë përgjigje presim që ata të ndërmarrin veprime konkrete në raport me gjithë ata që kanë bërë këtë veprim të papranueshëm dhe të dënueshëm. Serbia, me këtë veprim, shteti serb rikonfirmon që e vazhdon të njëjtën qasje armiqësore ndaj Kosovës, biles duke mos e kursy as sportin në zbatimin e politikës së saj shoviniste në raport me Kosovën dhe në raport me shqiptarët. Zoti Ministër, jam Lori Gashi, redaktori I sportit në televizion Kanal 10. Ti po thu që është vërtetu largimi I simboleve shtetërore nga salla apo nga kongresi që është bërë kongresi 49 I UEFA-s në Beograd. A ke pas komunikim me zotin Ademi për një gjë të tillë, apo si është vërtetuar një gjë e tillë vetëm po flet në bazë të pamjeve, për shkak që në reagimin e Federatës së Futbollit të Kosovës thuhet e kundërta që nuk ka pas largim deri në momentin që zoti Ademi ka qenë prezent në sallë. Tash, këto janë detaje që duhet na I sqaroj UEFA-ja. Okay. Sepse edhe vendosja e flamurave, edhe largimi duhet ta ndjek një procedurë standarde të logjistikës së atij organizimi. Po. Mirë, po ne kemi fotografi që tashmë janë publike dhe ju I keni parë. Po. Ku në tavolin nuk është flamuri I Kosovës, ndërsa shihen flamurat e shteteve të tjera pjesëmarrëse, respektivisht të federatave përpasme. Pra nëse ka ndodhur në përfundim ose pas përfundimit, megjithatë nuk ka logjik që një herë të largohet vetëm flamuri I Kosovës dhe të bëhen disa fotografi dhe pastaj të vazhdohet me të tjera. Këtë mund ta ketë bërë qëllimisht Federata e Serbisë dhe njerëzit e Federatës së Serbisë, që unë besoj që është rasti. Mirë po, kjo nuk e redukton përgjegjësinë vetëm te një federatë, sepse kjo nuk ka qenë ngjarje e Federatës së Futbollit të Serbisë. Për këtë arsye, sqarimi, përgjigja zyrtare nga UEFA-ja është e qëndësishme në këtë moment dhe mbi atë ne duhet kërkojmë edhe përgjegjësi dhe llogari nga të gjithë ata që kanë bërë një shkelje flagrante me një veprim skandaloz që e cënon integritetin e shtetit Kosovës duke ja largu simbolet shtetërore nga një organizim I një organizate ku federata jonë është antare me të drejtat e plot. Zoti Qeku, a është dashur të qëndrojë aty Federata e Futbollit të Kosovës në momentin kur janë hequr simbolet shtetërore të Kosovës? A është dashur të refuzojnë qëndrimin në Kongres? Ne tashmë e kemi një politikë të cilën e kemi komunikuar me të gjitha federatat tona, përfshi Komitetin ton Olimpik, kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen tonë në ngjarje sportive ndërkombëtare. Kudo që ndodhin ato, jo vetëm në Serbi. Dhe politika jonë, si udhëzim që është përcjell të gjithë federatave, është që pjesëmarrje
duhet ketë vetëm kur jemi aty me të gjitha simbolet tona shtetënore. Do me thënë që pjesëmarrja ose gara pa simbole është e papranueshme. Dhe për këtë arsye ne kemi punuar ngushtë me federata dhe ato janë të njoftuara që largimi i simboleve nënkupton largim të përfaqësuesve të sportistëve e të tjera. Ne luftojmë, insistojmë deri në fund që pjesëmarrja jonë të bëhet vetëm me simbole. Dhe asesi duke i hequr simbolet tona, dhe kjo politikë për disa vite është e shkruar dhe si udhëzim i është komunikuar të gjitha federatave që ta ndjekin këtë udhëzim në raport me pjesëmarrjen në gara ndërkombëtare. Zoti Qeku, me qenë se gjithmonë po lidhet sporti me politikën, a është kjo një shkelje normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi? A duhet që qeveria në detyrë të bëjë kështu një lloj proteste në Bruksel në lidhje me këtë? Protestat tona, letrat tona kanë qenë aty edhe më herët, sepse kjo nuk është rasti i parë. Viteve të fundit, Serbia e ka intensifikuar angazhimin e saj për ta pengu pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje sportive me simbolet shtetënore. Dhe ne i kemi njoftuar, i kemi sensibilizuar edhe ndërmjetësuesit e dialogut, por edhe shtetet e tjera, por edhe federatat europiane ndërkombëtare të sportit. Mirëpo, unë jam i mendimit, ashtu siç thoni edhe ju, që këtë çështje ta ngrisim sërish, pasi që tash e kemi një ndërmjetësues të ri në dialogun e Brukselit, dhe kemi një udhëheqësi të re të institucioneve të Bashkimit Evropian, dhe këtë moment ta shfrytëzojmë për ta ngritur edhe një herë çështjen e pengesave që i bën Serbia Kosovës në raport me pjesëmarrjen në ngjarje ndërkombëtare. Ndërkaq sa i përket atyre pamjeve që pam teksa djegët flamuri kosovar atje në Serbi, si komentoni ato pamje? Po, Serbia nuk ka ndryshuar. Është e njëjta Serbi e krimeve, e gjenocidit, e akteve të turpshme që fillojnë në fund të shekullit kaluar dhe vazhdojnë ende edhe sot, janë prezente edhe në institucionet shtetënore, edhe në udhëheqësinë politike, edhe në grupet e tifozëve, edhe në shumë grupe të shoqërisë atje, të cilat e kanë, si them, të mishruar këtë ndjenjen antishqiptare, këtë lloj shovinizmi, nacionalizmi antishqiptar, dhe nuk është që çuditemi ne shumë kur shohim akte të tilla, por është për turpjen e tyre. Kjo tregon se Serbia është burimi kryesor i destabilitetit në rajonin tonë. Ata cenojnë e rrezikojnë sigurinë tonë, edhe si shtet, edhe si grupe të caktuara në shoqërinë serbe. E jona është ta demaskojmë sa më shumë Serbinë në institucione ndërkombëtare, të bëjmë përpjekje të përbashkët edhe me shtetet e tjera të rajonit, për ta treguar, për të vazhduar për ta treguar fytyrën e vërtetë të Serbisë, e cila, siç e thash, politikën e zhvillon edhe në fushën sportive, duke cenu edhe të drejtën ndërkombëtare sportive, duke i shkelur rregullat e fair play-t, duke i instrumentalizuar edhe organizatat ndërkombëtare dhe europiane të sportit për ta përçuar mesazhin e tyre fashist, shovinist, të një politike që vazhdon të ketë pretendime territoriale mbi shtetin e pavarur të Kosovës. Lori, ke patë një pyetje për ministrin? Minister, po du më kthy pak në fillim të inkuadrimit tënd në emision. A duhet, se nuk e kuptova mjaft mirë, sipas teje, a duhet të kërkohet përgjegjësi nga UEFA apo nga Federata Serbe në rast që vërtetohet se simbolet janë larguar gjatë kongresit? Dhe në rast që duhet të kërkohet nga UEFA, çfarë hapa mund të ndërmarrim si ministri apo si shtet ne, edhe duke përfshi këtu edhe Federatën e Futbollit të Kosovës ndaj UEFA-s? Organizator i ngjarjes është UEFA-ja, ndërsa siç ndodh rëndom me këto raste, Federata mikpritëse është Federata e shtetit ku mbahet ajo ngjarje. Do të thënë, këtu kemi një përgjegjësi të përbashkët. Federata Serbe e Futbollit e udhëheq pjesën organizative logjistike në emër të UEFA-s.
Pra këtu po flasim për një familje, për një shtëpi, të quajtur UEFA. Po. Ku edhe Federata e Serbisë është antare, po në këtë rast me përgjegjësi pak më të madhe si Federata Mikpritëse e kësaj ngjarje. Po. Pra ata duhet ta shohin se ku është thyt protokolli i tyre i organizimeve. Sepse ata i kanë rregullat e tyre, i kanë protokollet e organizimit. Edhe vendosja dhe largimi i flamujve. Edhe çështjet e tjera organizative janë pjesë e protokolleve të tyre të brendshme. Ata e dinë mas miri se ku është kput zinxhiri i organizimit, edhe ku është shkel protokolli i organizimit. Pra ne kur të përcaktojnë ata se ku është bërë shkelja, kush e ka bërë, duhet edhe t'i ndërmarrin veprimet e duhura në raport me këtë shkelje, në mënyrë që të mbrohet integriteti i antarit që është Federata e Futbollit të Kosovës e që është Federatë me të drejtat e plota. Po. Politika, natyrisht, duhet të jetë e kujdesshme në raport me mos cënimin e autonomisë sportive, mirë po në këtë rast, po flasim për një veprim që te kalon sportin, për një veprim politik të papranueshëm ku është cënu integriteti i një shteti përmes cënimit të simboleve të atij shteti në ngjarje të rëndësishme siç është kongresi i UEFA-s. A keni nisë komunikimin me UEFA-n për një gjë të tillë? A keni bënë një ankesë si ministri deri më tani? Komunikimi në këtë rast ndodh fillimisht nga Federata e Futbollit. Po sipas Federatës gjithçka ka qenë në rregull. Simbolet nuk janë hequr fare. Simbolet nuk janë hequr sipas reagimit të Federatës së Futbollit të Kosovës. Kjo do të thotë që i bie që nga Federata nuk do të ketë ankesë. Po, unë besoj që Federata e Futbollit të Kosovës tashmë veç e ka zhvilluar komunikimin zyrtar me UEFA për të kërkuar përgjigje se çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, kush e ka toleruar këtë çështje. Dhe ky është hapi i parë që duhet